Dhe njerëz, kjo është një super drek që mysafirët mund t'ikin super të kënaqur nga shtëpia, anë normalisht është tas kebabi, anë pilaf. Kështu që rrani ta shefni këtë video deri në fund por recetën. Përpara se të vazhdo, do ju lutem që të mbonit një follow në Instagram, se këto kom keni lënë pak mas dora. Një follow ju lutem. Vazhdojmë pa humb kohë me tas kebabin. Si fillim kemi shuve ullini, dëshojmë copat e mishit, mishviçi, dhe i skuqim, më mrapa këtu kemi shu 2 qep të kuqe, unë përdor qepën e kuqe se na pëlqej më shumë. Mas janë skuq mishi, dëshojmë në qepën derisa të zbutët. Këtu më mrapa dëshojmë biber të kuq, ashash në grim normal, pak biber të zi nëse keni, rigonin. Në fund më mrapa dëshojmë një 2-3 lugë muell dhe i përzim, dëshojmë ujin, 2-3 gjethe dafine, një lugë të vogël me krep, në e lëm të zihet por një orë e gjimës me zjarr të avasht, kështu që mos vazhdoni mishi i viçit zihet kështu ashtu. Unë e laj ke 4, ke 5 që të zihet shumë avasht. Këtu më mrapa si që pat kemi skuqur rizin me gjallë pshati, dëshojmë ujin, një supë me këto shije të pulës, i vëm kapakun në këtë e lëm të zihet ke 5 masi të bien val. Anë dreka ishte kjo, inshallah ka pëlqet, shnet më herë Zoti.